Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimi takon Allahut. Paqja dhe bekimi i Allahut të lartësuar qofshin mbi vullin e profetëve Muhammedin alayhi salatu wassalam. Fjala. Fjala ajo me të cilën ne kuptohemi. Fjala është ajo me të cilën ne shprehim dëshira, pasione, nevoja, kërkesa. Fjala është ajo me të cilën ne bëjmë miq. Fjala është ajo me të cilën ne krijojmë armiqësi. Fjala është ajo me të cilën ne shërojmë zemra. Fjala është ajo me të cilën ne edhe plagosim. Fjala është ajo me të cilën ne shprehim ngushëllim. Fjala është ajo me të cilën ne vrasim edhe shkaktojmë dhimbje. Fjala është sa e mirë, po është edhe sa e keq. Ndaj dhe njeriu duhet të zgjedh fjalët e tij, të cilat flet. Me një fjalë që njeriu flet, e kënaq Allahu, dhe me një tjetër mund ta hidhrojë atë. Fjala është e rrezikshme. Është sa e mirë, po aq edhe e vështirë për njeriu në ditën e gjykimit, për faktin se njeriu do të pyetet dhe do të llogaritet për çdo gjë që ai flet. Pra duhet çdo njeri prej nesh që të mendohet përpara se të flasë. Duhet të dëgjoj shumë dhe të flas më pak. Ndaj dhe Allahu i lartësuar i ka bërë njeriu dy vesh dhe një gjuhë, në mënyrë që të dëgjoj më shumë dhe të flas më pak. Atë që ta flas, të përpiqet të flas me mençuri, të flas atë që rregullon dhe jo atë që prish, atë që ndihmon dhe jo atë që shkakton dhimbje. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, ndodh që njeriu të flas një fjalë me të cilën arrihet zemrimi i Allahut dhe kjo shkakton që ai të hidhet 70 vite, pra 70 pranvera në zjarrin e xhenemit. Dhe ndodh që njeriu të flas një fjalë me të cilës ai nuk ja vë veshin, pra nuk ja vë re, nuk e peshon. Nuk ka patur qëllime madhore për ta, pra. Dhe me atë ai të arrijë kënaqësinë e Allahut. Pra thot një fjalë të cilën ai nuk e ka menduar fort, nuk e ka ditur vlerën e saj. Pra nuk ja vë vesh, nuk ja jep interesin e duhur, me të arrihet pëlqimi dhe kënaqësia e Allahut dhe ajo shkakton që ai të jetë në xhenet. Pra, vëllezër dhe motra, çdo fjalë që ne flasim, atë e presin dy melajke. Ata të cilët na rrijnë gjithmonë dhe çdo herë në shpatullat tona, pra në krahët tanë, për ta shënuar dhe regjistruar. Wa ma min qawlin illa ladayhi raqibun atid, dhe njeriu nuk flet ndonjë fjalë vetëm se pranë tij janë shkruajtësit besnik, ata të cilët shënojnë çdo fjalë që ne themi, çdo fjalë që ne nxjerrim nga goja. Vëllai dhe ti o motër, ne do të jemi përgjegjës për atë që themi. Ne do të pyetemi për çdo gjë që flasim dhe nxjerrim nga goja jonë. Ndaj le të matemi, le të mendohemi përpara se të flasim, në mënyrë që fjala jonë të jetë e dobishme dhe jo e dëmshme, të jetë në kënaqësinë e Allahut dhe jo duke e zemëruar atë.